Po. Do fillosh të ndjesh kontraktime muskulare, jemi me nivel, pra do e ngrem gradualisht, sa dhe ti të mësohesh pak, që nuk të bie dhe shumë rëndë si procedurë. Se kam problem, dhe me thonë, bojë. Okej. Të kryem punë, dhe pësojë se kom i dasën. Djelen. Ideja të konzionere. Hëvis. Ashtë më shtrëngu në belë një. Ja, ta heqëm këtë gjë në parë, po, patjetër. Ti edhe më komode. Je okej, ke dhimbje? Mos jep ma shumë se po më qonë të avë. Për të rritë se di, po... E përballon mirë. Në thuaj pastaj që të arrisim. Shiverdit e parametrat ku jam unë, jam të fillestari, a jam ke... Fillestarje. Fillestari, jo, ma? Po. Përballë kopshtit 31. Okej. Do vi patjetër t'ju takoj dhe të rinovohem. Më shko që bërë se je shumë rëndë. Këtu këty janë ata që janë gratë të fundit, kurse atje janë ata që janë më mirë. Kostana që e ka lëkurën, dhe me thënë, edhe unë do bëjmë aty. Që Kostana, ju Loredana, No. Rafaela është doktoresha. Dhe Loredana. Po që Loredana, më është Kostana. Po që Loredana? Whatever. Një konkurencë. Ajo dhe unë që jemi më letë, jo ka që rëndë sa ty, bëjmë aty. Mirë. Kurse ti që e rëndë, do bëjmë dhe një seancë tjetër që të... O Liro, Terapinë me enzimin unë ju këshilloj ta provoni. Urinove. Është fantastike. Urinove. Je rinuar të paktën 10 vjetë. Urinova. Jo, urinove në fytyrë. Po do bëj një... Kujdes. Ma më dojnë një paldoreza. Viso qaj të botë, Jelan. Si të ka Të qupërdhizën nga mrapa. Në të qumë shpinë. Iu. Po, i bëra gati të dyja, vetëm mix. Po heqë gurën e veshkave. Po të arrisim të pak, se e përballon. Po, jam drejsh. Maj. Mban. Dukem shumë i vogël për maj. Moza. Tani, bashkë do bëjmë terapinë me enzima që të thash. Smarokat me këtë kasha? Ja, 2 një herë. Më mirë se më hu to për kësaj. Unë do ta vendos edhe pak të pjesën e qafës, okej? Prej ta ishtë këtë mikrofonë, ta më mirë që? Jo, s'ta ishte nuk më pëngon. Leja aty se nuk më pëngon. Enzima është e pa aktivizuar, e aktivizova unë tani dhe do ta vendosim në lëkurë. Që do ta ndjesh të depërtoj thellë, do ta ndjesh se si punon me lëkurën tënde, ka një ndjesi shtrëngimi të lehtë, është totalisht normale. Nuk po fol dot se shtrëngotje. Tani do flasësh atë enzima, të shtrëngën enzima. E me kjo? Pa. Po që e kombomi? Da bëjmë edhe pjesa poshtërio, të do të efektuar të rrugat që kam filluar. Po dush, jam i dorëzu. Mirë. E qëmë të heqë këtë ka barë, kur kja jote o lullë.
Stana se liron venin për qamet. Te doja dhe unë të qia shumë i pozitiv. Kjo është e pasur me jone negative që penetron në thellësi acidi hyaluronik. Shumë. Po të kjo do jetë shumë e bukur. Kostana nuk flet dot, po do na thuash ti këto drita çfarë targetojnë? Patjetër. Ionixlite targeton punimin me 3 drita, duke vazhduar që nga terapia e kuqe e cila targeton pjesën e Provoj, më këtë rast eksperimentoni dhe ju. Jo, me mu, e keni dhe ju si që. Që vendosë Robdishanin edhe tash. jo. Ja e mbaj kështu. Unë erdha nga Ara direkt me vrapë. I pari ka ardhur në Të hapur gropa. për çfarë? Se na kanë dhënë 10.000 euro të mshehura diku aty. Edhe i kemi hapur në vetes, nuk i vënë objektive që ahet i gjenë. Shalla po i gjeni. Kush do t'i marrë ai që i gjen? Ai që i gjenë. Po vazhdo, bëre shpejt e shpejt. Mirë do ishte, po. Na ka lodhë shumë. Jo, bëj shaka Po një 2 normalisht. javë që hapim gropa, jo për që. Nuk është aq e thjeshtë, sa duhet. Gjam këtë peshojnë këtu. Që pak duar që të vendosë, nëse bëhet. Tani, do targeton pak më shumë balancimin e yndyrës, duke përdorur pak më shumë pjesën e terapisë Infablu, sepse është edhe një antibakteriale e fuqishme, por njëkohësisht jep edhe atë balancimin e yndyrnave të tepërta. Por e të heq pak të sensitivitetin e lëkurës që ke, rregullon prodhimin e sebumit ose të yndyrës, nikon tek rrudhat fine, është në formë të lëngshme, disa pika në lëkurë, shumë pak me motat e gishtat, pa e fërkuar. Edhe bie të flesh, nuk ka problem. Vendos hidratues dhe fle. Do ndaheni në 2 grupe. Ndaheni në 2 grupe dhe janë disa pyetje shumë të lehta. Për ju të shumë argëtuese. Perfekte, jo vetëm lëkurën. Pra 5 grup, 5 personë. 5 persona. Unë i kam shumë i nato Si e? lojrat. Doktore Shiva, Lojrat. Shako.
Si do operoni sot? Ne bashkë do bëjmë skin testin, Po. do të shikoj pak cilësinë e lëkurës, çfarë problematike ke, do të sugjeroj një trajtim e do kalojmë një trajtim fytyror, një trajtim trup. Problematika pa fund. Paka shumë? Për momentin sa të lirohet, sa të dalin një? Okej, në rregull, faleminderit. Asnjë gjë. Unë e mbar. Shko futi një birë hik. Po e shijon? Që më shumë, dua prap. Që po e shijon. Është fantastik. Ky ishte shumë i mirë, ky me oksigjenimin. Super. Si quhet? Ionix Ionix Light. Ua, sa turp mos mbaj mend të Ionix. Nuk e ka marrua akoma historinë e jetës. Unë s'kam treguar si histori jeta. Po flasim për... Si më Rafaela, që të regova unë ty? Është normale. Ua, falemderit. A mund të filloj të tregoj tani? Nga i Nati Romirit. Pa. Pa problem. Mbaj krahas për poshtë, qëndro sa më e relaksuar. Ose shtrirë, si të duash. Thjesht mundohu të qëndrosh sa më e relaksuar. Rrisin? Edhe po dalë premten po shumë. Si është një? Një shumë? Po vazhdoj kështu ja hullëm. Iliri po ngri? Kam kopin cigare? Po, mund të apish një cigare dhe pastaj do lirohet visi dhe do kryesh... Po doktorish Iva tha që unë do të shkoj tuke Rafaela në fillim. Po, te Ionix, po mund të lëvizim pajisjen. Okej, në rregull. Jo, thjesht po pyesja kam kopin cigare për jashtë. Ka kod pi. Sa të mbaron? Okej. Okej, perfekt. Mos ke lënë me bujarin diçka? Të njëjtën, po, të njëjtën, po bësh edhe ti. Ska që le të futet bujarin. Ti do doni. Unë e pres. Për mua nuk ka... Unë nuk kam asnjë problem. Unë jam deri te specialshor full press. Bravo. Futet bujarin, nuk ka problem. Okej, Sigurisht nuk ka problem. Mos daj të pinë cigare se po më nikëm pak gari, në 5 minuta. Fantastike. Mi sekondë, jam pak shumë në relax. Aparati me oksigjenin ishte qërshia mbitartë. Do me thëmë, përveç se... Shikoje veten si shkëlqen këto momente. Imagjinoj. Glowin që ka dhënë. Wow, Si të fantastike. vazhdosh ta ndjesh efektin dhe në ditët në vazhdim. Vërtet? Ka bjen e ramë. Po ka bërë dhe pak lifting. Absolutisht, po. Se shoh këtu pjesën e mollzave, që kanë ngritur mollzat. Ionix Light është një procedurë e cila këshillohet të bëhet edhe si procedurë. Jo, Ljer, kanë qenë shumë momente po ti s'ke qenë prezent. Është i vetëm moment ku ti je prezent në shkëlqimin tim.
Wow, pas ka bërë super lifting të mozave dhe të kësaj, si e quani ju këtë pjesën? Nazo labial. Do të them kur ke kamera, pastaj si ndjem. Faleminderit shumë, Kostana. Tani, vetëm do presim pak në radhë dhe do mund bëjmë ndonjë trajtim për trupin. Okej, mirë, po shoh këto produktet atëherë që keni sjell. Si që flije madhe produktesh. Se 5 minuta të ndihet se okej dhe i glat, më në vetë të shkruaj dhe të shpalmo. E dy vajnë shumë. Që janë për të gjithë? U morën. I morën, okej, mund të marrë dhe... Qa është kjo? Sponge. Sponge, po. Po këto? Bronzing për trupin. Okej. Kush ka ngel pa marrë? Që mos lejmë njerëz pa marrë. Nuk e di, Soni mori, Klevisa mori, Visi nuk ka marrë, do t'japim ato të meshkujve. Okej. Kjo qa është? Aplikatori për bronzing. Okej, për duart, po. Po kjo? Për syt, palet për syt. Për të shof pak. Edhe kjo është palet. Hajde për hajde. Pas sigur të vesh ka majtë, ka ka lutë e djathta. E ndjen efektin? Jo, s'kam që për ne, të shumë sola. Nuk fitoj e në vizitar, se ti më dhe fjallën. Me pa tjetër. Atëherë, ne kemi 3 enzimat. Kjo që ne bëmë sot është niveli i parë, enzima nëmër 1. Kemi 2 dhe 3. Kjo e para nxit qarkullimin e gjakut, nxit qarkullimin e gjakut, bën hidratimin në thellësi, bën një proces unik, që mund të them që nuk e krijon asnjë efekt tjetër nga gjithë gama që ka aktualisht në treg, është reverse osmosis, nxjerrja e toksinave jashtë qelizës, duke nxjerrë toksinat ulim inflamacionin, ulim këto hiperpigmentim të prodhimin e melaninës dhe melanociteve. E dyta dhe jep efektin lifting, sepse vepron në nivel muskular, dhe e treta limfodrenin. Fantastike. Ta provosh eksperiencën e plot. Fantastike, do ta bëj se s'don. Do vi patjetër. Të bëj çefi. Edhe me pagesë. Do të zëri gjumi sigurisht, e për 1 orë aty brenda nën veprimtarinë e enzimave. Atje i kemi dhoma dhe shumë të lezetshme me ato dritat sofuze, me muzikën, edhe kur të zgjohesh ti pastaj. Fantastike. Do presim edhe pak dhe do ta heqim. Kjo kur ishe del kështu si pelikull, apo? Jo, lahet, zbutet. Lahet dhe nga sepra, se nuk e ndjeva... Jo, zbutet me ujë dhe fshihet me peshqir. Më pas vendoset pastaj kremi hidratues, si aktivizohet. Do ta vendosim në kremi hidratues? Normale që po. Normale që po. Ta mbajmë dhe pak fare. Pa, mbajmë. E bëm që e bëm, ta bëjmë tamam. Qenë se nesër do hapësh prapë gru. Po. Nuk kemi ndonjë SPF? T'ja lejmë i liri për nesër, se do punoj në fermë. Vajza do bëj hydrofacial me mua? Kush? Klevisa. Klevisa do bëj hydrofacial dhe në fund do ta vendosim edhe në enzim.
Po sfidën kur do bëjmë të dy grupe? Në fund kur të mbarojnë të gjithë, po, tani erdha për të. Besoj se po, keni disa pyetje sipas mendimit tim Në të sërë pak për enzimën. Kjo që vendosëm sot është enzima e parë. Kemi enzimën e dytë edhe të pjesën e tretë. dhuratave, sigurisht që do jenë për të gjithë grupin dhe pastaj do ketë një fituese për çmimin e madh që janë 3 muaj ndjekje profesionale fituesi është vetëm një. Sa më shpesh ti bësh, aq më mirë është efekti që ato japin. Enzimat janë shëruese, hidratuese, bëhen edhe në raste që lëkura ka problematik dëmtimin e barrierës, hipersensitiviteti, ndonjë djegje që mund të ndodhi nga dielli, dëmtimet nga dielli. Të gjitha enzima i riparon. Që ka dreshka? Unë e cilësoj si një trajtim unik në llojin e vet, në fakt. Faktikisht se ka bërë një herë. Kur janë të tre enzimat, është akoma më amplifikuar efekti tërheqjes, efekti që të ndjen ajo ngrirja, kapilarët e gjakut dalin më shumë në sipërfaqe. Të liroj? Po. Ti vura re. Që ti është fituese dhe do kesh 3 muaj ndjekje. Okej, shpresoj dhe unë. Çfarë pyetjesh do kem? Pyetje argëtuese, gjithëpërfshirëse. Jo për pajisjet këtu. Jo. Janë pyetje mbi bukurinë, wellnessin. Janë edhe pak për të shtensionuar edhe ju, janë për t'ju relaksuar, për t'ju argëtuar. Ku do e bëjmë? Sa po të mbarojnë të gjithë me trajtimet, do ju lutesha të mblidheshim dhe një herë të gjithë bashkë, të ndahemi në 2 grupe dhe grupi fitues. Do veshim kemi bluza që kemi sjellë, janë disa me logo. Po, mund t'i vishni, janë bluzat të Po, mëdha. këto çfarë janë? Këto janë për fituesit, janë nga një gift card, dhurat për unë kisha edhe në lule. Shumë bukur, kush e ka bërë? Është goca jone marketingut. Okej, bravo, fantastike. Kështu që ekipi ynë i marketingut mendon detaje. Bravo, goca marketingut, nuk e di kush është, po. Mirë, okej, atëherë unë po iki që mos bëjmë shumë zhur. Në rregull, dhe unë personi i fundi që do mbaroj do i them që ti lajmëroj të gjithë të tjerët. Shihemi për pak atë. Ta marr shishën se e kam lënë atje, mos t'ju. Herbal Mineral, Dhe një moment që si do qoftë. serumit. Është shumë frenetike jeta, sidomos në Milano, familjen time pastaj nuk e kam as afër, kështu që isha vetëm me djalin, ndërsa këtu edhe jeta është më ngadalt, më kupton dhe arrin. Bashorti shqiptar, besoj. Është shqiptar, po, shqiptar. Po si ai njeriu që është mësuar me punë gjithmonë, thash okay. Ti punojmë pak edhe këtu. është pak e bezdishme heqja kësaj maske, se duhet të pak kohë që të shkri prap. Do ta shpëlajmë tani. Mund të ngelur normalisht se këtu as nuk të shoh mirë. Po pra, mund të ketë ngelur ndonjë si tip e fortë në lëkurë, por që në dush e shkrihet çdo gjë. Pa problem. Faleminderit.
Po, jemi me foto fizuar, por patjetër ju mirëpresim vizitën në klinikën tonë, do jetë kënaqësi për ne që ta ktheni vizitën si shqiptarë që jemi. Kështu që po patjetër ju urojmë sukses një herë. Shumë faleminderit. Më pas ju presim në klinikë. Po e kam rrobë të shambërin. Bëhet edhe për pjesën e fytyrës. Jonida të shpjegon më tepër se si vepron me pjesën e kapilarëve, zirohen e me radhë limfodrenazhi që kryhet në fytyrë dhe më pas me koka të tjera. Është me koka të tjera. Posaçme janë këto këtu, që janë në diametër më të vogël. Momentalisht nuk i kemi. Okej, si kemi marrë me vetë. Jo, nuk i kemi. Por për të ndihmuar me limfodrenazhin, shkarkimin, do ishte Ionix Light, i cili kryen të njëjtën gjë, shkarkim, lifting, ngritje të gjithë pjesës së fytyrës, kështu që do ishte ideale nëse do të njëjtin benefit që more për trupin ta përfitosh. Jo është ajo me drita që po e bën vajza aty. Ka lazer ajo? Ka lazer. Okej. Pa lazer. Pa lazer, okej, bëjmë një terapi me enzima atëherë. Atë po, atë i sugjerova terapinë me enzima. Po, atë që sa po përfundoj Iliri, në ta filloj. Soni do bëjmë, ai sot do bëjmë. Mbarova, a jemi këtu pa. Sa po mbarova trajtimin E bëm skin testin, e bëm. Ishte një eksperiencë jashtëzakonshme. Tash i them njerëzve të shtëpisë të mbini gërshon, se do i pres gjithë bluzat edhe gjithë këmishat do dal me bark jashtë. Mund vej dhe i piercing, aq mirë më kanë bo. Kjo do disa seanca, duke sikur ke bo palestër, kështu që në ditët në vazhdim do të ndjem efektin. Shumë faleminderit, stafi ishte shumë profesional, gocat shumë të mira, shumë profesionale. Ftyra tash më shkëlqen aq shumë sa do ma bëjnë me drita gjata kush më vjen përballë, që ti fik. Do marrim pjesë të testi. Tashi po shkoj të mësoj çik për testin. Do mësoj për provimin tashi. Tani ulu studio. So studioj pak. Të të jap një hint? Të të jap një hint? Ha, mirë, tashi jo gjithë me qa? Të të jap një hint për provimin. Ha, Fikso ato që të shpëtashu në konsult. qa thuti sa ke fol ti me lale? Qa ke thonë ti unë i gjova për herë të parë një të gjitha to? Më falë zemër se do shtrijem dhe do dalin këmbët duke prerë. Por kjo është e rëndësishme, dhe më thënë nga tash vetëm me bark jashtë lale. Do më vendosin këtë gjën që futet ke stomaku. Ma mbaj një sekundë lutem? Falem klevise? Pak më the. Ata heq mikrofonin apo nuk të pengon? Mirë është ta heqësh. Okej, shtriu komplet. Glam Shop Pikalo. Glam House në blog në Green Coast dhe Glam Shop kemi produktet online, që kemi produkte ekskluzive. Glam House në blogën. Atëherë unë sa po përfundova një masazh trupi me koka dhe me Atëherë, Aikoni bën limfodrenimin dhe tërheqjen e lëkurës dhe forcimin e tonusit të lëkurës. Unë besoj që bën dhe diçka më tepër se kaq, tërheqjen e muskujve, duke i hapur fashat e tyre. Për mua ka qenë shumë e rëndësishme, sepse kam kaluar një Covid dhe vajza që e kam doktoresh në Vancouver më pati thonë t'janë mbyllur fashat. Edhe unë ndjej që ajo t'i hap, duke tërhequr, të hap fashat, është një ndihmë shumë e madhe. E kisha pasur shumë të nevojshëm këtë lloj masazhi për tërheqjen e muskujve, për hapjen e drenazhit limfatik, si thoni juve, dhe çuditërisht edhe pse mbaroi ky masazh, trupi im ka prap dëshirë që të vazhdoj. Pra është shumë e mirë kur trupi ma kërkon, nuk e refuzon. Dhe ja propozoj të gjithëve që të shkoni tek bloku Tiranë ose në Green Coast Palace,
tek Glam House për të bërë këto trajtime që nga të gjitha të certifikuara nga ana mjekësore, nuk janë thjesht komerciale. Dhe nuk janë vetëm estetike, nuk janë vetëm trajtime estetike, të gjitha trajtimet që ne ofrojmë janë edhe mjekësore. Edhe për problematika të ndryshme, si M-Skype, si Iconi, janë për problematika të ndryshme. Iconi mund të bëjë dhe gratë shtatzane, edhe gratë në laktacion. Pra, do me thënë, nuk është vetëm çështje dukje, po është çështje rregullimi funksionesh, që ka shumë rëndësi për trupin. Nga ana tjetër, janë mundësit që të krijohen paketa të tilla sipas niveleve të mundësive të pagesës për të gjitha grup moshat, jo vetëm domethënë të age-it, të moshës, po edhe sociale. Unë I falenderoj shumë këto dhe do vazhdoj me procedurën e fytyrës. Do vazhdoj me procedurën e fytyrës, që është terapia me enzima dhe do jetë akoma më unike se sa Iconi. Do ta shijosh. Të falenderoj dhe desha të thoja që ndjesia që provova është njësoj që trupi shtrydhet sikur të ishte një kokër shek duke lëshuar longun brenda vetës. Faleminderit shumë. Është jo? Po. Është jo. Po, do ta vet dikun qofse ju apo ka dhënë Soni, filloi Soni këtu? Jo, s'ka problem, ne do Levisa, që sot lirohet. Sa të lirohet nga bujaka, unë do të vendos në terapinë me enzima dhe dritën LED. Do t'i bëjmë një kombinim të të dy procedurave. Nuk është lazer. E di, po në LED jemi gjithë kohës, qofse është e mundur dua një gjë sa më të thjeshtë. Terapi me enzima. Terapi thjesht me enzima. Absolutisht po. Se e di që minuta sa të mbarojmë. Po, patjetër. Të falenderoj shumë. Ase që mund të ulesh, mos qëndro në Po, këmbë. si po e tund këtë? Na kaloj visti. Ishte 65. Nuk është e pa përmonë. Aman enzima moskovini se ekstruat e ngri. Sa kopjo kanë këto njerëz direkt teknikat që përdora unë. Je mirë? Me kruen e paske shumë të pastër, vetëm pak fare këtu si që më the skuqur. Jo. Mos përdor një gjë. Do të përdor një serum me brajtenol që ka një efekt depigmentues në disa pjesë të fytyrës ku ka hiperpigmentime të vogla. Okej. Ka probleme. Më fali, va. Të vendosim këtu. Të vendosim këtu po. Ishte shtëri. Kontrakto. Folë. Si ju. Mjek rëngshoj kishe tje? Po tash. Po unë një dhuratë të vogël e kam. Po ashtu mos u lodh ti se ja rrisun. Bëjmë pak lëkurë. Kjo është faza e parë, që bëhet një pastrim e lëkurës nga papastërtitë, si dhe një
Se ka menjë njëri, tash ti vetëm zoti Paskal. Se më mungon telefoni si kom përdor këtë tashi. Go, ti kisha thoni, Unë t'ja qenë për 2 minuta, vetëm për 2 minuta, i 100%? Jo. Atë tash, ta qoj, po s'mleja, s'du me fut durët e aparaturët e tjerëve. Po ja kështu një... Ka që i 100. S'me përresh ata është normale të dëmbin Moskoj. Sa shkove t'i viz, 65. Po sa jam disa? Je ullët. 60. Të paktën 65 mbaje sa visi, se ta mori finalen. Kjo dridhja fundit lale. Jo. Pse? Jo. Në qoftë se ti ke filluar ta durosh, mund ta ngrejmë pak. Ta nge pak, përse unë nuk gjej fare, duhet me qu që i vëllu. U djerësi. Mbas edhe një pesë, më barazon e visi. Jo, se është 105 atë. Jo, e bëri shumë burej, me plus e shumë. Me plus pra? Po pse 61, the 65? Përse e ndjeve shumë. E ndjeve shumë, në qoftë se... Jo, nuk e ndjeve. Jo, më të kaluj peshiri ty. Bravo. Ajo është... Jo, okej? Gati? S'ka fillu. Pe mund, a jam okej, kur filloj. Këto janë përfshirjet e djesës? Mund t'ja... Se po deshe? Janë përheqen e me morës. Dhe pastaj lëkurën para se të vendosen në si. Dhe atë edhe ti do bësh? O plak, të shqitje për të je, veç për 2% ti kap 65. Se 63 është? Pa. 63, duhet ta durosh. Jo, po prit. O, filloj tokma. Ma trapiku. Atëherë. Mu kaloj guri veshkës majtë, më kaloj ke gjatë. Bëjmë edhe zonën po. Jo, shumë e mirë, sinqerisht është shumë e mirë. Po, duhet ta bësh 2 herë në javë të pak. Jo, Sa herë në javë mund bësh? një herë në javë, tha për 4 javë. Një herë në javë dalin ato të breshkës. Minimumi 4 seanca. Po të shoqërosh me palestër. Po normal. Njërë një siklona duhet e që gjimlin gotët. Po. Ke e zbërthet të Jo, okën. unë mendoj këto të dyja mund t'ja vejmë belit edhe në Sara? Nuk do në të fillon zhytet vetë. Po. Po t'ja vejmë belit këto të dyja. E pyeta? Ose lopatës. Ja ngjisim nga të dyja anët. Edhe ajo fillon të bën kështu si matrapiku. Shkom Po gjova që këte vjetë jam dakord të ti. Gjo se di që i ke dur të zona, atë qoj dyshe? Qoje. Bravo. Tani po. Kam shumë që duhet me majtë moskut e lirë që mos Po, mos u kontrakto. Mos u kontrakto. Kontraktimin ta bën vetë pajisja. Ja, ta shi që i lërove dhe i 5 që e dura rove. Jo, deri tani. Lërou. Se kena mua betë tonë, në? Pse ndërhe ty? Lërou po jo shumë, se jemi nga shef që bota këtu. Lërou Po po ky jo 100% që këtu qosht. Si qështë? Qoshme. I vjen të tregoj sekretet e mia profesionale. Ja, shumë, ja. Pas keni aparatura avantgard shumë të larta. Me ky e qimet. Pritëm. Ja shgull. Ja shpirt e dil. Më prishin cigaret. Gjera, maj me ma betë atë. Jetë shumë mirë. O, hajde më moni se të shtafetet të kam. Jo, je shumë mirë, Jo, mirë, ja, se ka kap, ako. Një ke 65 ata doktoresha. Ha, mirë, prash. Po kesha që ditë mirë mërë. 68 jam? 65. Ale ki besim të ne të dy se nuk lejojmë njeri të afrohet. Më s'ki më rak fare, nuk... 65 e la doktoresha... Vlaj, më shumë se i 100% nuk shko, kështu që shko ma kim. Një që e bëhe 70 Ja, pa. se dorim këtu. 70? Po, që e 70? Por na. E qumë. E mësove. Po. Në klinik do vish. I trajnuar je,
Edhe provimin mund ta marr teorinë. Patjetër që po. Edhe unë e di. O Lira, nuk ka nevojë për 2 punëtor, për 1 ka nevojë. Çfarë 82 Ju zbardh mjekra vlla. Do i bi leshi vet vlla. 75. Ja, të shohim ku jemi. Ora mirë, ti ke i dasëm këtë fundjavë? Ta me po trupi se s'bone? Të rrisim. Ku jemi? 52. Kjo qeka dora jonë, ec Lali! Ti qeke për këtë Kjo qeka dora jonë, ec! Ti qeke për... Veç mos boj gjo, Lale, se jena shumë të mëjna. Një që duhet nga gjeva, se me për keqe. Duhet të vishëm në rëndjesën. Kjo 100% që të regot me? Tani, kjo është energjia e radiofrekuencës që targeton përbërjen e masave diamore. Pra ato... Po nuk i një natri kësaj që kjo nuk shkon njësoj me këtë përshemun? Tani, ne këtu kemi kontribuar pjesën e aparaturës më shumë në gjegje të stresave diamore. Se elimina direkt. Në këpto shoku mirë sa të do. Kjo që i ka grup kjo gullëca? Po, fantastike. Në mbame. Qohat nesër kjo. Ka për ta punu Beli. Ka për ta punu Beli këtë. Jo këtë Beli. Këta është për muskujt e barkut? Po. Ti e manë 100% këtu. Ti e manë 100%. E në unë mëre majsha, po s'dosha me dalë bukur, thash po i bëzilik të në tjerve? Bravo, bravo. Modest. Janë si gladiatorit a i filmi. Ty të kanë morë dhe pantallon dhe shkurtëra të kanë morë muskuj. Ja, këto teke të durojnë, ajo është... Po do të bëj mirë, gjë mu, sinqerisht. Dhe kjo, e mbarmën Mel Gibson të filmi Braveheart, kur thot libertà ty në fund fare, para se ta... Kur, ja, këshu e bën njësoj ftyrë. Që vjen ai me atë draprin, e ke vërë si piks. Ja, shikoje? E keni kryer? Okej. Vetëm do prisni pak sa po të vendoset në enzim pacientja me doktor Reshidun dhe më pas do vazhdoj me ju. Faleminderit shumë. Po. Vëndësuesi më i mirë i mundshëm. Mire? Super. Në me i monta mirë? Vendosim një. Dhe tek serumet janë të gjitha me përbërës natyral, nuk kanë aroma të shtuara, asnjë nga produktet nuk ka aroma të shtuara, kanë aromat e tyre natyrale. Me i botë gjithë këto? Apo si botë? I bërë dhe bështë? Se bëjnë personat në ja, libertà, thuj libertà. Libertà! Ashtë. Po merë frejt? Nuk mundem se kanë vi ftyra. Ka enzimën. Linjat që ne i kemi zgjedhur që janë elitare në botë dhe që janë mjekësore. Është bërë një research dhe është bërë një kërkim për këto linjat. E bëri Rafi për mua? 3 muaj të jesh me këtë janë të stomaku. Masazhin ndjesh shëndimin e zëmballë dhe mirë që do të thotë që mesazhi që bëra parapratisht. Ishte tamam. Ai është vërtet sikur ke bërë gjimnastik. Super.
Tani do ndjesh edhe këtë gjimnastikën e lëkurës. Enzima e dytë që do të bëj tani vepron në nivel muskular. Do të japi këtë efektin lifting. E para ishte për mikroqarkullimin e gjakut, e qarkullimit të gjakut. E dyta është për efektin lifting. E treta limfodrenim. Pageta të bëhet, nuk bëhet, ha? Duhet me patjetër ato geta. Duhet patjetër geta. S'kemi taka me I kombinu geta. Po, edhe balerinat bëjnë. E dinë. Unë edhe veshme se kom përpjen, jo? A mund të bëj unë? Enzima e dytë aplikohen në muskujt gjatësor. Do evitoj vetëm muskujt rrethor, që janë muskujt rreth buzës dhe rreth syve. Okej? Do ta marrim 5 minuta dhe pastaj do të tahet që do vazhdojmë me fazën e fundit të hydrofacialit. Mente. Do ka aromë mente. E para është me ekstraktet e albuminit. Atë janë të ndara? Jo, E treta me kanellën. Jo, më po e shpona e për gjithë në të jam komplet I kontraktuar. Jo, jaku jam. Çfarë ke? Këtu. O I lirë. Aty mbrapa. Po, më jep në mu një të dhe shaneja në vje me tutën, po. Që kam ko. Po kë gjithë kjo e lymë, gjithë kjo buskush. Po jo, e gjitha këtu. Do më të ma dhuruan. A, këte që dhuruan? Po. Tani do bëjmë gati Kjo diferenca që her pas herë mund ta ndjesh më të ndryshme dhe her pas herë mund ta ndjesh ndoshta pak më të dehidratuar, më të thatë, më sensitive. Dhe më pas targetojnë pjesën e melanociteve. Pra, këto nuk parashikohen në aparencën e jashtme dhe këtu është pjesa e prodhimit të melanociteve, pra pigmentin e lëkurëve, melanina. Dhe kjo targeton pjesën që ku janë më të pozicionuara, pra pjesa e njollave, kryesisht aty ku e kemi pak më të theksuar në pjesën e pigmentive, që mund të jetë lehtësisht kjo reaktora nëncore të syve, mund të jetë shumë pak pjesa linare, pra pjesa afër flokëve, të cilët kanë një predispozit për të krijuar njolla, që momentalisht mund të jenë në një shtresë më të poshtme të lëkurës, po nga mos përdorimi I principeve aktive, SPF, ekspozimi I tepërt, to mund të dalin më në sipërfaqe dhe kjo duhet targetuar në mënyrë që të edhe me trajtime, por njëkohësisht edhe me një rutinë ideale e cila e parandalon ose e frenon. Dhe më pas, sensitiviteti I lëkurës. Edhe me sy të lirë ajo çfarë reflekton që zona hundës ka një predispozit për të pasur vaskularizime, pra pjesa kapilarëve është një lëkurë e cila kryesisht hyn tek lëkurat e ndjeshme, por pjesën e hipersensitivitetit e ke më shumë tek zona e syve, tek zona e hundës, që tregojnë që lëkura jote ka nevojë për përzgjedhje të duhur të produkteve, pa flagranca, pa alkoole, në mënyrë që mos ta japin atë predispozitën për të theksuar akoma më shumë. Më pas tu tregon dëmtimet nga dielli. Pra dëmtimet që aktualisht janë evidente në lëkurë, pra dëmtimet që janë prezente. Pra shikojmë lehtësisht këtu. Dhe zonën e hundëve mund ta theksojë më shumë. Prodhim të yndyrës më shumë ke në zonën e ballit, pra në pjesën qendrore, pra dhe këto janë pjesa e poreve të bllokuar që përmes ekstraktimeve, purifikimeve bëhet ajo pastrimi I porës dhe lehtësisht ajo balancohet dhe minimizohet. Tani, përsa I përket pjesës së trajtimeve, normalisht do të punojmë pak më shumë me pjesën e elasticitetit. Pra me pjesën e hidratimit të thellë të lëkurës, me pjesën e forcimit të barrierës
lëkurës së jashtme, por njëkohësisht edhe me atë shkëlqimin, pra glow të lëkurës. Ionix Light është një ndër trajtime që targeton më shumë të këtë lloj le të themi problematike të lëkurës, pasi është ndarë në 6 etapa, pra në një trajtim të vetëm pacienti bën 6 trajtime njëkohësisht, duke nisur nga një mikrodermabrazion që pastron ato qelizat e vdekura të stresin e jashtme, nga shkarkimi limfatik, nga ultratinguj për hidratim, mikrokarën për pjesën aktivizimit të muskulit dhe në fund është terapit kryesore LED që infuzion edhe jone negative për atë hidratimin, për rregullimin e barrierës. Kështu që unë do të sugjeroja këtë aparaturën këtu. Okej? Okej. Ndonjë alergji aktive në lëkurë nuk kemi. Nuk kam. Faleminderit. Të lutem. Jo, mos u qosa të heqen zimën. Vetëm 5 minuta. Sa do të heqen zimën, erdha. Shtriu. Shtriu. Po, do të shtrihesh. Ta bëre? Okej, e bëm skin testin. Okej. Çfarë është të quhet? Ionix Light. Okej, super. Ju e dini? Ja, do e heqim tani. Nga ngrirë, duke që nga më dhanë maskë. Thjesht ta infuzionon me gjithë elementet që i duan për të shkëlqyer e për të qenë hidratuar. Okej, vazhdoj me fazën tjetër të hydrofashia. Përdorim boosterin brightenon që përmban alfa-arbutin dhe vitamin C dhe targeton jo vetëm hiperpigmentimin, por parandalon dhe prodhimin e melaninës të re, pra parandalon prodhimin e njollave të reja. Você do bicha. Me këtë e ke... Të s'kam si të ta kundështoj. Po me që...
Po prit kur të ish patallona tani. Çfarë? Ai të kemi ndaluar gjithë punën. Si çfarë mrekullie të dalin. Se do bëj artysin dhe jërë nga fillimi. Okej. Po ai kështu ka ndet 30 vjet jetës vet me këto, me geta. Si X-Men. Geta ka jetuar. Okej. Do ta bëjmë dhe nga barku apo vetëm nga shpina? Pesën e kurit. Kështu të t'japi dhe efektet lirues. Mund t'i mbaj duart kështu? Pa problem fare. Okej. Oh! Kjo qega. Romir, të ludem duhet provosh këtë. Këtë që po bëju. Artysin, duhet provosh artysin. Kur i veshe ti që i një muaj më i matë se unë. Një është një muaj më i matë se unë. Po ti? Në një muaj më i vogët, jam i vogët, no. Me vendosjen e antioksidantit. Nëse ka mundësi një hidratim këtu poshtë syve. Do të kaloj këtë me një potencë vakumi shumë të lehtë, që të lëshohet i gjithë pjesa e antioksidantit poshtë syve. Do ta bëjmë në fund. O, mi motër. Heqë të vesh këtë vitë, pasë të nevoj për aparaturë. Që e vesha i herë mrapsh? E vesha i herë mrapsh? Ja shpirë të dile, hoqa një herë e vesha ka fillimi, jam po qullë ndjesë. Po unë ja kam hullë, unë e kam po këshu, lele, me tuta poshtë. Unë e kam po me tuta poshtë. Sa, haja tek, qyqe liro, tjere? Përshëndetje, si jeni? Një menager reklamazojmë Sara Knajsi. O, 5 kile kom rrane. E vesha i herë mrapsh. Njerë që kam heqtu majta ne për murë. S'majsha i kujlipër. Isha banja, tash. Faqë se marrë. Me zi unë lështë. Dhe i këtu shkoj, sulem dhe flash.
Oqa jamin e tepërt, formova muskulin dhe kam bërë dhe nervuri pra. Vërtet, ja se ti e kupton. Të vesh pak syt lartë të lutem që të trajtoj këtë zonë këtu. Nga jashtë ti e kupton. Gati, dhjerë. Dhe më mirë dali. Shumë interesant. Unë ashtu si të ndujtë si të qenë, vajna këtë e vjeta. Bje dhe partije. Jam s'kuqë dhe... Si e ka vesh o dhe, se kjo më i shtonë së. Po e di mos e kam vesh. Ua, ka po sigurë të... Gjeta janë. Tamam, për ne gjeta janë, po ato se kanë iden. Je mirë? Sa ti tregoj dhe Moza Rafaelës historinë e jetës, ka marrë cigare që mos të gjithë. Mos e pas kam rëty? Jo, rëtyrin e pash. Mua, tu ta do të këtë punë, se e pak më një gjërë. Unë e lasha, mos qesh, ishte gati të të di. është me trupa baletit, gati. Me solit, Shumë bukur, që të të Ai, tu ta të në vlaka më hëmë. Unë jam i mpim deri këtu ke këto tregishtë. Jam shumë Ja, të relaksohem. Po, ajo shumë. Unë A, na ba aparatura gjithë dhe ka fillu me qëtëm? jo, mban aparatura. Ne kemi 2 pajisje të tilla në klinik, dhe realisht jemi gjatë gjithë kohës me orare të zëna. Dhe nëse do të them dhe diçka, për ty do gjejmë orar, po që ne deri në fund të korrikut jemi full me orare. Po mi atëherë dhe unë sa të mërë vetën, borë më rëbë. Nuk e bëjmë dot këtë? Jo, për ju do gjejmë orare. Nëse është e nevojshme, marrim dhe një pajisje tjetër, bëjmë 3 në klinik, kështu që Jo, se menohesh. Jo. Që unë ndezën dritë. Jo, më nesër kështu për qef. Për qef. Me pa njoni tjetër se kena dalë. Ne s'kemi bërë akoma skidë. Tu majtë për mur aty ke banjë. I vesha i vesha në tjetër, s'mu njiste kjo në... Tani që po preti? Trenin. Që po presin me maru ke po? Po, a e bërë ti këtë? Ka vishë Qapësi që është kishë, për aty që thash. Jo, për aty që tha visi. Rapela, të pastaj në shafë. Sa të marrison? Ma të. Mos të thoj. Shehzadja. Do ma thoj. Jo, mos të thoj. Shehzadja? Shehzadja. Kush? Shehzadja. Me qa fillon? Se pa na qesin në menim të tre, kujtoj se për bëjmë një imamë të... Ua, që më rëpaj. Të mbarë punë, të mbarë punë. Ti mbarove? Gjithë.